Superkompjuteri jep parashikimin. Kjo është data e saktë kur do të shuhet jeta në tokë. Një ditë jeta në tokë do të vdes dhe bashkë me të, edhe njerëzimi. Por kur dhe si do të ndodhë kjo? Një ekip ekspertësh kërkojnë të përgjigjen kësaj pyetje me ndihmën e një superkompjuteri duke zhvilluar 400.000 herë të ardhmen e planetit ton, shkruan Metro. Shkencëtarët e Toho University përdoren modele planetare të NASA për të krijuar simulime që tregojnë se si mund të ndryshojë atmosfera e planetit ton. Sipas kësaj, në të ardhmen e largët, tokës do t'i mbarojë oksigjeni. Simulimet parashikojnë se në 1 miliard vjet, saktësisht në vitin 1.000.002.021, ajri që marrim do të zhduket dhe mbijetesa do të jetë e pamundur. Dielli do të vjetërohet duke u bërë më i nxehtë e i ndritshëm dhe duke ndikuar në klimën delikate të tokës. Uji do të nisë të avullojë, mbulesa e rreve do të zhvendoset dhe temperaturat e sipërfaqeve do të rriten. Shtimi i nxehtësisë do të dobësojë ciklin e karbonit dhe do të vrasë bimët që s'do të mund të kryejnë procesin e fotosintezës. Pa bim, nuk do të prodhohet oksigjen. Pikjata e nivelit të oksigjenit do të bëjë që atmosfera të kthehet siç ishte përpara jetës njerëzore. Kjo do të thotë përqindje e lartë metani që edhe pse në teori mund të ketë jetë, do të ishte ndryshme nga ajo që dim. Prandaj kërkuesit aplikuan mbi 400.000 herë një simulim kompjuterik duke ndryshuar çdo herë aspekte të ndryshme të modelit. Pra çfarë do të ndodh pas 1 miliard vjetësh? Kërkuesit thonë se do të ndodh deoksigjenimi i shpejtë dhe toka do të jetë si 2-5 miliard vite më parë, kur ndodhi oksidimi i madh. Nuk dihet çfarë shkaktoi këtë ngjarje, por mendohet se përgjegjëse janë gjallësat njëqelizore. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.